mbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në ekranin e Radio-Televizionit Publik Shqiptar. Mirë se erdhët në ekranin e Radio-Televizionit të Korçës. Vetëm pak ditë më parë në Tiranë, mira protestues janë bërë bashkë në mbështetje të isheprorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që po gjykohen në Hag. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Kresniqi e Recep Selimi, të cilët tashmë për vitesh mbahen në dhomat e specializuara në Hag për të gjykuar për të paktën një pjesë e tyre për krime lufte. Ndoshta kjo është një nga arsyet edhe fati që në Korçë na solli pikërisht një ish ushtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili ka se çfarë të ndajë sonte me ne. Një rrëfim i cili do të na çojë pas në kohë për të kuptuar të vërtetat, të cilat dëshmohen sot nga njerëz të cilët ende janë gjallë, e që kanë në sytë e tyre të pasqyruar për së gjalli atë luftë e cila bëri bashk shpirtin e shqiptarit. Rahim Sadiku, mirë se erdhe në Korçë. Mirë si gjej, mi përshëndes Korçën, Shqipërinë dhe gjithë. Është kënaqësi për ne që kemi njerëz si ju që janë modele patriotizmi. Unë mendoj që patriotizmi është nevojë edhe arsye të gjithëve, jo vetëm e dikujt, por tash dikujt i bën një pjesë më e madhe, dikujt jo, por megjithatë ne si popull jemi kombëtar dhe e kemi obligim të jemi kombëtar edhe njëkohësisht njerëzor. Sepse ushtria shqiptare e Kosovës ishte edhe njerëzore, jo vetëm luftë, se lufta ishte domosdoshmëri, ndërsa qëllimi ishte jetësore edhe realizimin e ëndrre shekullore. Kur jeni bashkuar kësaj lëvizje të madhe që unë me shumë gjasa besoj që në Kosovë ka filluar shumë herët se 99, ajo ishte pika kulminante e kësaj lufte. Ka qenë një tashëgëmi nga pushtimi serb, nga masakra serbe, nga padrejtësitë serbe, që e kemi tashëguar nga prindërit. Do thotë nuk ka filluar qëndresa me mua, po me prindin tim, me kështu që unë vetëm kam vazhduar një qëllim edhe një obligim jetësor edhe kombëtar për të ardhur deri te liria, edhe lumturisht e kemi mbri lirin. Në çfarë moshe, le të themi, u ndërgjegjësove për të kuptuar se duhet i bashkohesh një lëvizje të tillë? Në shkollën fillore kemi patur disa arsimtarë që na kanë orientuar kështu, kanë qenë odat, vendet ku janë takuar pleqë që kemi dëgjuar për këto sende, edhe gradualisht në ne është futur ajo ide që duhet bërë diçka për atë dhenë dhe mandej me kalimin e viteve, me shkollimin, me gjitha ato, ajo ka ardhur duke u formësuar, ndërgjegjësuar edhe duke u bërë pjesë e jetës e përditshmërisë. Dhe mandej kam vazhduar, konkretisht kam filluar të punoj në këtë drejtim që nga shkolla fillore. Që nga shkolla fillore? Po, mandej në gjimnaz kemi pas organizime. Po? Përmes orëve letrare, përmes dramave, përmes, po gjithmonë aspekti kombëtar ka qenë ai synimi kryesor edhe faktikisht kemi ndikuar edhe në zgjerimin e radhëve dhe gradualisht janë bërë lëvizje, janë bërë grupe, janë bërë. Kur thua në gjimnaz, për shembull, mban mend në një farë mënyre një lloj proteste brenda aq sa hapësirës sa ju lejoheshin hapësirat e shkollës. Ju mund ta demonstronit atë nëpërmjet vënies në skenë të një drame, të një poezie që recitoni. Një orë letrare, një takimi, një shëtije, kanë qenë shumë mundësi që kombëtarja të vinte në dukje edhe të dije, sepse ajo nuk bëj aq e fshet sa të mos dije. Gjithmonë edhe pushteti e dëgjonte që po ndodhte diçka. Merresh në pyetje kështu me radhë. Kur thua merresh në pyetje, këtë doja të pyesja, si reagoni, si ishin reagimet në fakt? Po, kanë qenë shumë të rrepta, sepse pushteti në atë kohë i është fiksuar vetëdijsimin e shqiptarëve edhe organizimi shqiptar. Do të prej një populli që ishte pothuaj analfabet, në vitet 80 ishte popull i shkolluar, popull që e donte kulturën, e donte lirinë, dhe kjo ishte pengesë për pushtuesit.
Prandaj gjithmonë ata kujdeseshin që kjo të mos zgjerohej, që të mos ndihej edhe ata që ishin të dalluan këtë fushë të largoheshin nga skena. Kur ju studionit pra në shkollën e mesme, kishit hapësira dhe mundësi edhe orë në gjuhën shqipe? Po në gjimnazë në vitet 70 e këndej ka qenë mësimi shqip, thotë ne kemi po vetëm lëndën e gjuhës serbokroate. Të gjitha lëndët e tjera kanë qenë në gjuhën shqipe. Edhe kemi po të profesor mjaft vetëdijsuar për aspektin kombëtar, thotë që nuk ka pas arsimtar që na ka thënë të mos bëjmë. Nëse nuk na kanë prirë, nuk na kanë penguar të punojmë. Kështu që faktikisht kemi qenë një organizim jo individual, por një organizim i përgjithshëm për të ardhur deri te UÇK-ja që e kulmoi këtë. Çfarë zgjodhët ju pas përfundimit të shkollës së mesme? Pra, cili ishte orientimi juaj në jetë? Unë kam studuar letërsinë shqipe. Kemi qenë ku e keni studuar në Universitetin në Prishtinë? Gjenerata e parë e letërsisë, sepse deri në atë vit, në 74-ën, ka qenë vetëm gjuhë dhe letërsi. Mandej u bë dega e gjuhës dhe dega e letërsisë. Undan të dy. Unë kam qenë në degën e parë në gjeneratën e parë të degës letërsisë. Letërsi shqipe? Letërsi shqipe. Edhe kemi pasur profesor mjaft të mirë, kemi pas profesor që kanë qenë shembull i atë dashurisë, po edhe i punës shkencore, të dyjat. Këto që ata ne na ndihmuan shumë të ngritemi edhe të shohim tutje. Edhe kështu vazhduam. Në vitin e dytë të studimeve kam filluar gazetarinë. Ishte gazeta e studentëve Bota e Re, një gazetë shumë patriotike dhe shumë e mirë, edhe unë konkurrova rastësisht. Por u pranova si gazetar, mandej redaktori kulturës, edhe kam punuar deri në mbarim studimeve. Me mbarimin e studimeve kam kaluar në rilindje si gazetar. Si gazetar jam burgosur edhe kështu. Kryesisht cilat ishin fushat që ju mbulonit në gazetë? Në gazetë kryesisht kulturën, po në 3 vite ka qenë korrespondent në Shkup. Edhe në Shkup e mbuloja gjitha fushat, edhe ndihmoja sepse shqiptarët e Maqedonisë ishin pak më të shtypur se ne. Nuk ishin thotë më pak, luftoj që ata të mos ndiheshin shqiptarë, që të bëheshin turqë, të bëheshin, po jo shqiptarë. Dhe unë kam ndikuar shumë edhe kam punuar që kjo të mos ndodhë. Edhe besoj që kam pas sukses. Unë edhe pse atëherë isha angazhuar si korrespondent politik. Shkrime politike kam bërë mujt ose hiq. Dhe kryesisht kam bërë shkrime patriotike, shkrime për shqiptarët dhe kështu. Cilat kanë qenë artikuj të cilat janë diskutuar më tepër në shtypin e asaj kohe? Flas gjithmonë për problematikat politike që ju keni evidentuar në Shkupe që i keni pasqyruar në gazetë. Ajo tendenca e asimilimit, tendenca e mos shkollimit, tendenca e shpërnguljes, humbja e numrit shqiptarëve. Për shembull, Shkupi kishte banor shqiptar më shumë se Prishtina. Por kishte vetëm një gjimnaz. Nuk ishte shkolla tjera të mesme shqipe. Prandaj këtu disa herë kam rrahë këtë temë, kam qenë edhe në polici kështu që të ketë shkolla për të gjithë shqiptarët. Sepse derisa 5-6.000 vete mbaronin klasën e 8, mund shkonin 200-300 në shkollë të mesme, tjerë mbeteshin të pashkolluar. Rahim do të thotë që ju është dashur vazhdimisht që të punonin terren për t'i mbledhur këto statistika, apo mund të komunikonit edhe me institucionet për të marrë informacione? Jo, më shumë ka qenë me njerëzit, sepse institucionet ishin kryesisht Maqedonin. Ishte e vështirë që aty të merrje informacion? Po, edhe nëse merre dezinformat, jo informat. Kështu që neve në interesant jetë informata, prandaj shkoja në për shkolla, në për institucione, në për familje, edhe i merrja dhënat në bazën, themel. Pavarësisht se në ato vite, ashtu sikur se thoni ju, numri i fëmijëve i shqiptarëve në raport me numrin e shkollave ishte tepër i ulët si numër shkolle. Brenda mjediseve familjare, a bëheshin përpjekje për të mësuar shqip? Po, në familje shqiptare flitej shqip, shumicën. Jo vetëm flitej shqip, të mësohej të shkruaj dhe të flitej shqip. Po, por problemi ishte që pushteti i favorizante ata që e ndronin kombin, që bëheshin turq, bëheshin maqedon, bëheshin musliman, kështu që
ata kishin privilegje për punësim, privilegje për tornat ndryshme. Kështu që një farforme i blenin njerëzit. Edhe ne që si intelektualin angazhoheshim që të mos do të kjo, që të mos shiteshin njerëzit, të mos e ndronin kombin për një interes të vogël e kështu me radhë. Mi po megjithatë ndote. Në Shkup ke për shembull familje turke që se din asnjë fjalë turqisht, po e regjistruar turke, familje muslimane që flet shqipsht, po e regjistruar muslimane kështu me radhë. E prandaj ne thotë unë angazhohesha që kjo të mos ndote, edhe që kjo të bëhet e dukshme. Që njerëzit ta dinin që në Shkup, sepse në vitet 70-80 Shkup ka pas më shumë shqiptarë se Maqedonas. Mandej ka filluar ardhja e Maqedonëve prej fushë ndryshme, edhe shqiptarët të largoheshin për Turqi e kështu, edhe ka ndëruar këtë struktura e popullatës tash thot Shkupin e dominin Maqedonët, që kjo nuk ka qenë deri në vitet 70-ta. Përveç të drejtës, ose të themi që ishte e privuar për t'u arsimuar, në fakt, në këtë rast që ju e keni evidentuar në teren, cilat kanë qenë të tjera të drejta që shkeleshin të shqiptarëve në Shkup? Për aq kohë sa ju keni punuar. Ishte punësimi, ishte ngritja në detyrë, për shembull, shqiptarët edhe nëse kishte kualifikimin të duhura, nuk zgjidhej udhëheqës, nëse zgjidhej duhet patjetër të shitej politikës, nëse nuk e ndëgjonte politikën e largonin e kështu. Po të ishin ato gjitha mjetet përdoreshin për ta ul numrin e shqiptarëve, për ta bërë shqiptarin qytetar dorës dytë, jo qytetar denj për. Edhe ajo ishte që ne intelektualëve dhe gazetarëve na pengonte edhe këtu angazhoheshim më shumë. Kur e ke ndjer presionin më të madh në kohën kur punoje si korrespondent në Shkup? Pak para burgosjes, na mblodhën gjithë gazetarëve në Shkup edhe thonë prej kësaj date në Shkup do të ketë mundësi çdo shqiptar ta vazhdoj shkollën e mesme. Ishin gjithë politikantë edhe gëzum, ngëtëm dolli. Drejtori i gjimnazit të vetëm të Shkupit filloi çaj. I them çka po na thotë ne të paguajmë veten, po thon pas vetëm gjimnazi jam te unë s'ka vend për mi marrë shqiptar krejt. I them apo qëndron ti mbas kësaj fjale unë e botoj. Tha kam familjes po t'i tregoj. Edhe unë e botova pa e përmend emrin e tij. Komiteti i Maqedonisë bëri këso ankesë të komiteti në Prishtinë edhe në Rilindje. Edhe më mësere më të bakalli ishte atës, këta që ke bë kështu, na qite punë këtë. Them, unë i kam fakte që e kam thënë të vërtetën. A i tha, unë po të mundësoj një javë të mos më merren masa ndaj teje. Shko, merri dhënat edhe sjell me të vërtetuara. Edhe unë mora veturën, se kishim veturë zyrtare atëherë, edhe kam shkuar në gjitha shkollat e Shkupit. Pa ju tregu pse, i kam pyetur sa nxënës keni, sa keni në klasë 8. Edhe mora numrin, doli numri 50 herë më i madh se sa ata që pranoheshin në gjimnaz. Edhe i dërgova atje, nuk më dënuan, por u mbyll çështja. Çështja u mbyll. U mbyll, por thotë mbasi kohë prapë burgosa, sepse tash ndjekja filloi më e intenzive. Ky ka qenë presioni i madh që ju e keni ndjer hera e parë. Megjithatë ju s'keni hequr dorë, keni vazhduar të kërkoni të vërtetën. Kam thelluar punën jo kundër, po thotë për të vërtetën që ishte aty. Sepse edhe për atë isha aty, unë nuk kisha atëherë nevojë për rrogë gjë kudo. Po ishte problemi që në Shkup të ndjej të ishte dikush që guxon t'i thotë gjërat hapur. Ju guxonit t'i thoshit gjërat hapur, pa ka pasur reagime nga shqiptarët në ato vite teksa lexonin këtë artikuj? Si jo, ka pas shumë, sepse Rilindja atëherë lexoi shumë. Thotë gati nuk ka patur familje që se ka bler gazetën. Edhe në Shkup. Kështu që ata e lexonin, mësonin, bisedonin me njerëz, por ishte pushteti që ishte më i fuqishëm se ne edhe i mbyllte sendet. Dhe kur erdhi momenti i burgosjes? Ne nxjerrim një gazetë ilegale në Liria ka qenë, edhe u burgosën në 91 disa shokë të mi, beta unë kryesori për... Çfarë trajtoheshin në këtë gazetë? Çështje politike. Çështje politike. Politike, për liri, për Kosova si takon Serbisë, Kosova do të bashkohet me Shqipërinë, sa atëherë ishte ajo synim bashkimi me Shqipërinë.
edhe në gjitha ato takimet edhe në synimet të në ishte bashkimi me Shqipërinë. Kjo për ata ishte më shumë se gjëm për pushtetin, edhe fillu në ndëshën, edhe në zunë, në Burgosën. Jemi dënuar 13 vetë, prej 15... Të 13 ju punonit bashkë në një redaksi? Jo, ne punonim ilegalisht, mi po ata na kanë përcjell. Edhe një ditë dërsa kryjm gazetën në dalje na morën rrugës edhe kështu. Cilat ishin akuzat e para në momentin kur jeni arrestuar? Po ishte ata e zun gazetën, tash ishte këtë çka na mendojmë ishte në gazetë, ata gati s'kishin nevojë të bënë hetime, sepse i kishin gjitha thëna me gojë. Mandej ajo ka qenë për të zbuluar shokët, ata torturat e gjitha ato kanë qenë që ne të zbulojmë të tjerët. Sepse për kush jemi ne kishmi treguar me gazetën që zun, edhe me veprime tjera. Dhe sa u dënuat? Unë jam dënuar 10 vjetë, 7 i kam bajtur, ka pas Baru Gjemoli 14, edhe kështu me radhë 15, deri në 3 vjetë. Ju e dënuar 7 vjetë sepse kryenit një veprimtari që në fakt nuk ishte gjë tjetër vetëse e vërteta. E vërteta e hidhur e cila zbuloi nga ju dhe nga kolegët tuaj në teren. Më thatë që na kanë arrestuar edhe na kanë torturuar. Cilat ishin torturat? Pra ato momente të cilat mund t'i ndajmë? Ato nuk mund të përshkruhen, se ata na kanë trajtuar aq keq sa rrahje, maltretime, alivanosje, çdo gjë që kanë mund ta bëjnë e kanë bërë. Nuk kanë kujdes që mos po na mbysin, mos po na dëmtojnë, kanë bërë çka kanë dashur. Edhe fati tash kemi shpëtuar, disa me të meta, disa jo, por kryesorja nuk ka pas vdekur prej grupit ton. Sa veta u arrestuat? 13? 13 jemi dënuar. Asnjë njeri nuk është shtuar. Aja që thot, edhe pse ne kemi pas... Gjithë përpjekje që kanë bërë për të patur edhe të tjerë. Ne kishim zyrtarisht 2200 anëtar të lëvizjes. Në 13 kemi rënë, 13 jemi dënuar edhe nuk e kemi dhënë kërkan. Është një befasi, sepse po të hapa ajo e derë, të mushin burgës me të burgosur. Edhe ne e mbyllëm edhe i krymë burgun. Unë kam vazhduar edhe pas burgut me njerë veprimtarin. Në atë nishën janë burgosur disa vetëm, në rritat të ikë, kam jetuar 2 vite në Tiranë, në atë 3 mandem këtu i prapë në Kosovë dhe kam vazhdu, mandej filloi lufta dhe kështu me radhë. Cili ishte arku kohor i viteve që ju keni bërë burg? Në çfarë vite? 82-89. 82-89, për 7 vite jeni burgosur. Rahim, dua të më përshkruar cilat kanë qenë kushtet në cilat keni jetuar në 7 vite? Në burgjet? Gjithë burgun e kam kryer në një dhomë, thot nuk kam punuar, nuk më kanë nxjerrë punë, ditë natë në një dhomë. Vetëm kjo ka qenë një torturë çka të thush, thot 9 vite pa e ndëruar dhomën. Aty ushqimin, aty fjetin, aty çdo gjë, 9 vite kanë qenë, 7 vite kanë qenë në një dhomë. Se disa ata që kanë qenë burgje të hapura, kanë dalë, kanë punuar, kanë parë njerëz. Ndërsa unë disa të tjerë nuk kemi dalë, nuk da kanë nxjerrë për dhomës fare. Ju rinit i izoluar vetëm në një dhomë? Kemi qenë 7 vetë, 9 vetë, po në një dhomë. Në një dhomë. Po, unë si ndi vetë të tjerë janë ndru, kanë shku, por unë kam qenë aty. Keni pasur vazhdimisht gjatë kohës që rinit në burg pensionet vazhdueshme nga ushtarët sërbë? Jo, atërë, sepse ata s'merreshme me neve në mavnin branda dhe s'parashisin dhe e rrezik për ta. Ka pas ngacmime prej, i kanë shty këto të burgosëri që të na nervozojnë, për nëryshe prej policisë, ma nuk kanë pas tortura në ato vite. Kur thoshit i nxitnit që të na nervozoni, do arritët ju, shokët tuaj, të ruanit gjakftotësinë në këto kushte? Po, shiko, më herë ndote që nuk doroj e dot edhe. Cilat ishin kryesisht ngacmimet e të burgosurve të tjerë? Po, fyrje kombëtare, fyrje pa ngacmime, me shtymje,
në gjitje, të sa e kur gjaj, a i lemrante që po më thotë kështu sende. Në këto 7 vite, arrinit të kontaktonit, kishit të planifikuara dhe të lejueshme takime me familjarët? Familjarët po, kishim vizita mujore. Mirë po se 3 vite e gjysmë i kam bajtë Zrenjani në Vojvodin, ishte shumë largë, edhe ishte shumë e vështirë për familjen të venin, e banin 2 ditë rrugë, sepse s'kishte du të ndrojë treni, autobusi për të ardhur atje. 3 vite i keni bërë në Burgun e Vojvodinës? 3 gjysmë. Gjysmën e Burgut atje. Gjysmën. Pastaj gjysmën tjetër e keni kryer? Fillimin e kam bajtë në Prishtinë, në Pej edhe në Pej kam qenë 2 vjet e diçka, 1 vjet në Prishtinë, edhe 3 vjet e gjysmë atje. Çfarë ndodhi pasi u liruat nga Burgu? Po filloj jeta e tani mandej ka qenë përcjellje e vazhdueshme, për shembull, nga do që kam shkuar e kam djerë që dikush është mbas meje. Qoftë polic, qoftë qytetar, qoftë, edhe gjithmonë ka qenë një njeri që nuk e ke një vetën sigurt në asnjë aspekt. Ka qenë problemi edhe i punës, sepse s'kan lejuar të punosh pas Burgut, kam marrë kry punë fizike, që shtu vera. Pra ju nuk u kthyet më në profesionin tuaj, si gazetar? Vitet mas natë e nisës, kër u prish ajo Jugoslavia vjetër, u hap rilindja prap, edhe aty kam punuar, por atër nuk ishte mjete për rilindja nuk financohej, kështu që edhe pse isha gazetar, do të punoja punë të tjera për të mbajtur familjen edhe... Për të mbajtur familje. Ndërkohë, me fillimin e luftës, tashmë të organizuar, ju bashkuat radhëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Kam punuar në organizim edhe para se të filloj lufta. Në vazhdimisht kam punuar në këtë aspekt. Me fillimin e luftës kam filluar direkt në ndaj organizimin, punën, veprimtarit, kështu, derisa kam dalë ushtari rregullt me pushkën në dorë. Përpara se sa të bëheshit ushtar, cila ka qenë detyra juaj? Unë kam qenë në kryesi të organizimeve. Kemi pas lëvizjen për popullore për Republikën e Kosovës, unë kam qenë në kryesi të saj edhe... Kryesisht për zonën e Ferizaj? Unë kam qenë kryesi për gjithshme, po kam jetu në Ferizaj edhe... Po kam udhëtuar, kam bërë takime, kemi kështu sene. Kemi nxjerrë gazeta ilegale, pamflete, kemi shkruar parolla. E pavarësisht se sa po kishit dal nga Burgu, ju nuk hoqët dorë, vazhdonit veprimtarin tuaj. Ishte jo thjesht një detyrë vetare. Unë ishte tash mishnumnat, ishte mishnimi që nuk të lente. Edhe po të doje, nuk mund të largoheshe për atyre, sepse ishte, se gjithmonë do të diçka, do të një padrejtësi, do të diçka që të shtynte të punoje. Dhe në 99-ën ju bashkuat ushtrisë shërimtare të Kosovës. Si e morët këtë vendim? Ishte erdhi krejt natyrshëm për shkak të unë isha rrezikuar që të vritesha prej sërve, sepse ndiqesha, kështu që thash më mirë me armën dorë se sa të më zënë rrugë dikun të përshkatojnë. Edhe shumë më i sigurt ndjeshe në ushtri se sa në shtëpi ose dikun ilegal. Prandaj kam dalë që të jem aty, nëse ndose aty kush e dinte që do të shpëtoj për spaku, vdisje me armën dorë si luftarësi, jo si i zënë robe. E kuptoj. Rain, më shpjego pak se ju ishit pjesë e kësaj ushtrie. Si ishte organizuar ushtria shërimtare e Kosovës për gjithë ata që dëgjojnë për herë të parë? Unë kam qenë në Ferizaj dhe në Kaçanik, ku ka pas organizim. Kjo që ka po thuhet tash në Gjyqin e Hagës, për mua është befasi sepse ne kemi pas organizim. Thotë ka qenë komanda, ka funksionu komanda, kanë qenë repartet, kanë qenë furnizimet gjitha. Thotë në vendet ku unë i një. Tash del që s'ka pas organizim, s'ka pas në Hagë po thuhet kjo. Për mua është e pa kuptim. Thotë në vendet ku kam qenë unë, ka qenë organizim. Organizim plot ushtarak, se unë kam kryer ushtrinë jugoslave. Ne kemi pas rregullin ushtarak që duhet ta ketë ushtria. Ngritja mëngjes, flamuri, regjistrimi, detyrat, përgjegjësia për detyrat, këtë ato kanë funksionuar.
Po them, po flas për vendet ku kam qenë unë. Por të tjerat e din ata se cili, sepse s'ke mund na të komunikojmë me... Në Ferizaj dhe në Kaçanik keni qenë, po. Sa ka qenë numri i burrave që janë bashkuar ushtrisë? Pra, flas për këto dy vende që ju njihni, Ferizaj dhe Kaçanik. Në reportin tim ne kemi qenë 300 diçka veta. Mbi 300 veta? Mbi 300, batalionin e ku kam qenë unë. Në të tjerët nuk e di, sepse ato kanë qenë në një farë formë, ka qenë edhe e pa mundë të komunikohet me krejt ato, sepse ka qenë rrethona lufte, i miruj që të mos binë dokumente në dorë të serbëve për ushtarët sa janë e ku janë e kësi sendes. Ka qenë një farë formë se ka qenë ushtri që ka pas punë me një ushtri shumë të organizuar, sa ka qenë si ushtri shumë të fortë të organizuar, kështu që ata na kanë rreziku gjithmonë. Ne jemi kujdes që të mos japim materiale atyre për të na kapën befasie, për të na... Cilat kanë qenë momentet më të vështira? Plot momentet ashti ku do që shkoje ishte i rrezikum. Ne në çdo kund ushtrinë serbe kemi pas 1 kilometër gjysmë kilometri i larg. Edhe ata me dulbina kanë pa vazhdimisht. Kështu që thot faktikisht gjithmonë ka qenë i rrezikuar. Kryesisht ku ishit të përqendruar? Në cilat zona ju kishit ngritur? Në fshatra kryesisht. Ndërsa serbët i kishin pika qendrore, fabrikat, këto kazermat të këto ato i kishin edhe, plus ata kishin mjete më të mira të kohës. Ne kishim një pushk, një diçka, ndërsa ata kishin dulbi, aeroplan, këto të shka. Kështu që ka qenë një motje shumë e pabarabartë. Edhe neve realisht na ka mbajt guximi. Përveç guximit kur gjë s'ke pas, ke pas një pushk në dorë që s'ka siguruar që, por ka qenë guximi edhe ka qenë përkraja e popullatës. Ka qenë këto dy faktorë që kanë. Në këtë luftë, Rahim, ju jeni plagosur rënd? Ishim në Sagov, është një fshat i Kaçanikut, edhe na sulmuan serbët, po i sulmoj NATO. Desa ata venit e ne i sulmoj NATO edhe i shkatëroj atë njësi serbe me të nërmatime serbe shumë aty. Edhe ne i mbledhëm ato armët që metën që si mur NATO edhe e bëm një rrethim të fshatit me bomba, si mina, si qka mos. Mi po atë serbët na këshin parë neve që qka po bëjmë se. Edhe kur mas një javë ata na rrethun, edhe kërkun nuk i shkelen minat që i kishim vendosur na, sepse ata e dini ku është dhe i binin rrotull, edhe hynë fshat. U vranë 13 veta ditë, prej neve u plagosën shumë, edhe unë u plagosa. E kam kombën. Fati me mjekësi kam vdekë, sepse s'ka pas mjek 5 ditë, kam pas gjakderi, për s'kam pas mjek për mjekim, po nuk kam vdekë edhe kam dalë të tovë më dhe kam shpëtuar, kam qenë në Francë 2 vite në shërim edhe kështu. Çfarë ndodhte me familjet tuaja në këtë kohë? A rini të ruanit, të mbanit kontakte? Ata deri diku merrnin informacione, si a rinit ju të komunikoni me familjet? Ata merrnin informacione, po realisht familjet zhvendoseshin, nuk as i familjes ishte sepse... Përndiqeshin? Përndiqeshin familjet tuaj? Edhe mund të ekzekutoheshin, prandaj ndronin vend të boheshin nëpër lugina, një jetë e pa jetë faktikisht, po që njerëzit i mbante gjallë. Sepse thotë asnjë fshat nuk ka qenë, asnjë qytet, asnjë lagje e qetë. Në Ferizaj ka pasur nga Kaçaniku, ka pasur nga Prishtina, në Prishtinë ka pasur nga Ferizaj, kështu njerëz janë mbështirë. Popullsia civile ka qenë në lëvizje gjatë gjithë kohës. Lëvizje edhe e rrezikuar gjithmonë. Momentet e para kur familjarët janë përballur me lajmin e plagosjes suaj, sigurisht që edhe situata ka qenë e vështirë edhe për të kontaktuar. Pas sa ditësh ju mundët të kontaktoni me ta? Pra, ata të vinë dhe arrin t'ju shihni në spital. Mua më dërguan atje, edhe unë mendova që do të shkoj një kohë gjatë derisa familja ta marrë vesh që jam i plagosur. Po? Mi po një bashkëtar im i Shkupit që më dërgojnë te Tovë, ishte taku me familjarët me.
Dhe kështu ata e morën vesh lajmin e Plagosis. Këtu ata vinë. Edhe mi po ta se kanë di që unë e kam humbur kohën. Kjo ka qenë ndoshta një nga situatat më të vështira, më të rënda. Shumë prekse. Edhe mirë po ishte problemi që gjithë spitali ishte me të plagosur çka mos, dikush pa krah, dikush pa këmbë, kështu që një farforme nuk ishte befasi tashti aq e madhe sepse çdo dhomë ishte me plot plagosur. Spitali Tetovës ishte një kasaphan faktikisht me njerëz të gjymtuar të sakatosur kështu sende, edhe një farforme ata kishin një s'ka veç ky. Edhe kështu. Një lloj ngushëllimi në një farë mënyrë. Mandej kam qëndruar një muaj në Spital Tetovës, mirë po kisha shumë vizita, sepse vinin shokë, miqë edhe tash këta mjekët Maqedon thonë ky du t'jetë dikush udhëheci si ju që kësë derisa i vinë ka shumë vizita. Po dojmë me ditë, nuk kemi për ta largu, po ta dim me kë kemi punë. Unë thash jam ushtar, i thjesht s'kam mundësi, këta kanë janë ushtar, po vizita s'ka kështu. Edhe kishin thënë atij drejtorit, nëse nuk e na tregoni kush është, ne lëshojmë punën. Edhe ai tha, po të dërgojni një shtëpi private, që unë vi për ditë që shoh, sepse nuk du të kem punë me mjekët e Maqedon. Edhe më dërgu një familje shumë të mirë, aty nejtë edhe 2 muaj, muajin e tretë kam shkuar të mandej në Francë. Ka qenë problem 5 ditë, s'ka mund dalë në jashtë Ferizaj. Kur kam rrinë të Tetovë, dikush ka lajmëruar familjen që unë kam rrinë atje. Ka ardhur shoqja me fëmijët në vizitë, edhe janë vendosur ato në Tetovë. Rahim, në kohën që ju ndodheshit i plagosur në spital dhe tha që keni pasur shumë vizita nga shumë miq, besoj ju merrnit informacione edhe për zhvillimet e fundit të luftës. Po, natyrisht. Edhe vazhdimisht po ishte e keqja që gjithmonë dëgjoj për vdekjet të shokëve. Kjo e rëndonte më shumë situatën. Natyrisht, ajo e harronte njeriu veten. Edhe pastaj mendonte edhe për humbjen e miqve dhe shokëve. Mirë po, kur fillon bombardimet e NATO-s edhe kur filloi ajo tërheqja, se faktikisht shije që fitoria është aty. Edhe mbusheshit me shumë shpresë dhe optimizëm pastaj. Po, mandej shkova në Tetovë, thash edhe prej Francës jam kthyer në Ferizaj, kam qenë drejtor për kulturë 10 vite, edhe mandej jam pensionuar. Në fund si drejtor shkolle kam qenë në shkollë, edhe në fund jam pensionuar. Po ndërkohë ju nuk keni hequr dorë kur nga arti i fjalës, nga arti të shkruarit. Sepse tavolinën e kemi të mbushur me një mori librash, ju shkruani, botoni, ndani me publikun historitë bukura, po jo vetëm. Unë kam filluar të shkruaj që në shkollë fillore. Edhe kemi pas gazetën e shkollës, një gazetë shumë e mirë, mandej në gjimnaz kemi qenë shumë aktiv në aspektin letrar, gjithmonë në bisedat tona, në ndeja tona, letërsia ishte pjesë e bisedës edhe pjesë e jetës. Unë librin e pare kam botuar në 1978, mandej i kam botuar deri ta 60 libra të zhanreve të ndryshme, edhe vazhdoj të shkruaj. Kështu. Të gjitha këto që kemi mundësi të kemi sot këtu, do t'i pasqyrojmë edhe për publikun. Libri që ja kushtoni një tjetër heroi në Kosovë është Astrid Suli. Simboli për jetëshmja dhe dashurisë, është një monografi? Monografi për Astrid Suli është nga Kuqova. Ai ishte djali i ri i bashkohet UÇK-s. Ishte e le punën në Greqi, që kishte një punë shumë të favorshme, edhe vjen vullnetar në Kosovë. Ka qenë me vllaun e shoqës sime. Po. Edhe ajo Astriti
është vrarë gjatë luftës. Gjatë luftës bashkë me vllahën e shoqësimi. Me kunatin tuaj. Me kunatin, prandaj unë edhe e kam detyrë ta shkruaj këtë libër. Kështu që ke mundur të njohësh diçka, të ulëmtosh për jetën e tij. Në familjen e Astritit? Astritit 3 muaj ditë kam qenë rregullisht. Kem bisedu me familjar, me shok, me miq, edhe një farfore jam familiarizuar me familjen, derisa e kam bërë librin. Si është pritur libri për Astritin? Në shumë mirë, edhe nga familjarët, edhe nga publiku në Kosovë, sa kjo ka qenë një farforme ideal, një njeri aq i ri, shumë i ri ka qenë mosh, vjen e len punën, i len gjitha e let fejuarën, edhe vjen e vdes në Kosovë. Dhe besoj si rasti Astritit ka shumë të rinj kosovar, shumë djem kosovar që u bashkuan kështu në mënyrë vullnetare ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Po ka edhe nga Shqipëria, thotë janë 5-6 dëshmorë nga Shqipëria që kanë ardhur dhe kanë vdekur atje, plus luftor ka dhe shumë më shumë. Një farforme kjo është dëshmi e luftës që ka qenë me gjithkombëtare. Nuk ishte luftë vetëm me kosovarëve ose një pjesë të Kosovës, po ishte luftë e gjithë kombit shqiptar edhe krenaria e gjithë popullit shqiptar. Keni pasur mundësi ose dëshirë që të ndani dhe histori të tjera si historia e Astritit? Po i kam edhe 4-5 libra për dëshmorët. Për dëshmorët të tjerë, mund t'i përmendim emrat e tyre? Është punate im. Të cilët kanë vdekur gjatë luftës? Gjatë luftës që kanë. Gjatë luftës. Rahim, sa është numri për gjitha ata që gjojnë për e parë histori të tilla, numri i dëshmorëve të rënë gjatë kësaj periudhe, pra që ju bashkuan në ushtrisë qeverimtare të Kosovës, po ndoshta edhe ata që nuk ju bashkuan drejt për drejt kësaj ushtrie, po që dhanë një kontribut për çlirimin e Kosovës. Po janë disa mira, nuk e di sigurt saktë sepse janë bërë manipulime në këtë aspekt, po kryesoria janë mira të rënë në luftë, edhe me heroizmin më të madh, me guximin më të madh. Ata tashti meritojnë nderimin, gjithë kanë emra shkollash, emra thotë janë në kujtesën, kanë monografi, gati nuk ka asnjë dëshmor që s'ka monografi për të. Që nuk është shkruar dhe folur për të. Këtë formë që një farforme i është dhënë një kontribut punës tyre. Vetëm një kontribut për punën e madhe të këtyre. Ndërkohë ju keni vazhduar edhe kontributin tuaj në fushën e letrave duke shkruar edhe në gjini të tjera. Këto janë fjalë të urta, i kam 3 libra me fjalë të urta. Të gjitha librat që kam në dorë dua t'i sjell për publikun. Nëpër vite mundimesh e mendimesh është një libër me fjalë të urta. Me fjalë të urta. Po. Të cilat i keni mbledhur I kam shkruar kryesisht në zonën tuaj? Urdhë? I keni mbledhur në zonën tuaj? Jo, i kam të krimet mijat janë. Unë kam krijuar, po gjatë viteve mandej kam përmbledhur. I ke përmbledhur në një. Është edhe kjo një prej tyre. Edhe kjo. Kjo është me poezi nga burgu. Po. Ndarë nga bota e lirisë, është... Libër me poezi nga burgu. Po, në kohën kur ishit në burg, ju keni shkruar vazhdimisht kam shkruar një numër të madh poezish që pastaj kur dolet nga... I kam dërguar me letra familjes. Ju lejoshin të shkëmbenit letra? Letra po, por jo poezi. Por jo poezi. Poezinë e shkruaja kështu si prozë. Si prozë dhe... Dhe ata e kuptonin që në fakt ishte një poezi. Po tani shoqja e ka rregulluar të shtëpia, se dhe shoqja merret me shkrimin me këto. Do të më lejosh të recitoj? Bën. Po, shkënaqësi për mua. Rituali i dhembjes. Besoj të pëlqas ankthim, si akull, si xham, si erë. Përbër nga avujt e shpirtit, nga qëndresa në përmuret e brishta. Kaloj në dritat mbi qytet, ende pa fikur shpresa. Nuk ka të shndodh më. Vetëm përsëritjet rituali i dhimbjes. I dhembjes që njeriut nuk ju nda me mira vjet. Ishte një mënyrë e mirë për të lënë pas dhimbjen, ndoshta
dhimbjen për familjen. Po edhe për të shpëtuar vetën, sepse kur shkruaje, lirohesh prej atyre mundimi, për atyre mureve, sepse të shojnë jeshtë me vitet njëtin mur, është shumë e rëndë. Edhe ma ishte 4x4, ishin 6-7 veta. Megjithatë mund të rezistonit. Edhe poezia ka qenë një mënyrë e mirë, për të çliruar nga... Ka qenë një shpëtim shpirtëror, po edhe mos harrim zgjimi krijimtarisë i shpirtit krijues, sepse aty mund të gjymtohesh në aspektin intelektual, e unë nuk e doja këtë. Ju krijoheshe mundësi që të shkruanit, pra ju krijonit hapësira, letra, stilolapsa në Prishtinë dhe në Pejë jo. Jo. Por burgosërit gjithmonë kemi patur laps, edhe letër, për ditë na kanë kontrollu se ku i fshihnin, asë nuk e di. Po kur dilin ata, mu më jep një që shkruj. Ata i gjenin diku, a ustil këtë dikush, i mbyllin, këtë dhomën e kontrollonin, nuk i gjenin. Kur shkonin ata, rajmë shkruj. Fillonit sërish të shkruanit. Optimizmi dhe shpresa ju kanë bajtur gjallë. Në Vojvodin nuk në ka pengu për shkrim. Në kanë leju lapse e letër në dhomë, edhe nëse ka qenë kultur tjetër, kultur se atë Zrenjanin është qytet hungarezësh, një kultur këj tjetër, një ashtë dhe faktikisht atje në kanë trajtu ma mirë se sa në Kosovë. Të tjera libra kemi këtu për të ndarë me publikun, për kushtime poetika, është sërish me poezi? Miqve dhe shokve u kom kushtu poezi që dhe kam përmledhë më ndejnë. Ju lëvroni dhe poezin për fëmi, që nuk është dhe ka që thjesht në fakt për këtë grup mosh, kryesisht për fëmijët e arsimit parashkollor. I kam mbi 15 libra për fëmi. Për fëmi. Po. Si është të shkruash për fëmi duke patur parasysh që në 2 vëllimet e para, të cilat prezentuam, janë poezi që i dedikojnë dhimbjes. Një periudhë të errët të jetës suaj, po që ka qenë pikërisht vargu, siç e thatë, që ju ka mbajtur gjallë, që ju ka shpëtuar shpirtërisht. Për fëmi i kam shkruar kur s'kam qenë i burgosur. Kryesisht pas luftës edhe para luftës, po thotë, jo në luftë dhe jo në burg. Thotë janë poezi të 2 periudhave, thotë kur kam qenë ende i pa burgosur edhe pas burgut. Si është të shkruash për fëmi? Në 2 periudat të ndryshme kohore. Shpirtërisht je shumë mirë kur shkruaj për fëmi, sepse i du fëmijët shumë edhe... Kini patur mundësi që ti promovoni këto në mjedise shkollore? Po, si... Si janë pritur? Si janë pritur poezi? Mirë shumë të është i prej lexuesve për kritikës. Kryesisht janë libra që përdoren edhe për bisedat të ndryshme letrare në mjedise shkollore, në institucione shkollore? Natyrisht mirë, po tash libra botohen shumë, secili ka rrethin e vetë këto sende. Kini lëvruar dhe gjinin e tregimit. Është krejt ndryshe nga monografia, krejt ndryshe nga poezit për fëmi. Pse Kelmendin? Ai dielli krijues të çon kudo. Çon kudo edhe e ndjen njëri nevojën të shkruaj këtë. Unë kam vizituar shpesh Kelmendin në këtë pjesën e asi, edhe aty kam parë sende shumë të mërshme për neve dhe shumë të mira. Sepse pjesa e Malit Zi janë gjithë shqiptarë të slavizuar, Kelmendas kryesisht. Këtë temë e rahu në këtë libër. Cilat kanë qenë qytetet shqiptare tek të cilat keni vazhdimisht dëshirë të ktheheni? Unë para luftës kam shëtitur shumë, sepse kam si gazetar... Edhe për shkak të profesionit? Si gazetar kam shkuar në gjithë ish Jugosllavinë, në shtetet tjera, ndërsa pas luftës në Shqipëri kam marrë gati rregullisht, nuk ka edhe fshat. Shqiptar pa e shkelur. Dhe për cilin nga fshatrat shqiptar keni shkruar më shumë? Vazhdoni shkruani besoj. Po kam shkruar më shumë për Kelmendin, për Veriun, edhe për
himare këto pjesët jugore, kështu. Kemi një Bregdet bukur. Ku është më shumë Bregdet, po edhe ku është një dhembje shqiptare. Këto të Qamëria, Konispoli, këto sende, sepse aty gjithmonë njeri e keni shqiptar në mendje ndryshin. Ju sot vazhdoni të shkruani, po në të njëjtën kohë edhe trajtoheni si një invalid lufte. Rahim, si trajtohen në fakt në Kosovë të gjithë ata të cilët kanë dalë nga kjo luftë, siç e thatë dhe vetë, të gjymtuar? Kosova e idealeve të luftës dhe Kosova e realitetit janë pak larga, nuk janë ajo. Ne kemi menduar që do të bëjmë një shtet kombëtar, një shtet zhvilluar, një shtet me drejtësi, po në shumicë sektorë nuk ndodhen. Interesat njerëzore, ndikimet e jashtme tjera, kështu që shumë gjëra që duhet të ishin zhvilluar ndryshe, edhe mirë nuk janë zhvilluar ashtu, edhe një farforme, një pjesë e madhe e atyre që dhanë për luftën jetojnë keq. Një pjesë e madhe atyre që kanë qenë kundër luftës janë kulm të zhvillimit e përpasurimit. Kështu që janë bërë disa ndryshimet, por megjithatë prapa ato janë rrjedhat kohës, sepse kjo nuk është dukuri vetëm Kosovë, po është në gjithë Ballkanin edhe tutje. Si gjykoni ju zhvillimet e fundit politike në Kosovë? Një Kosovë e cila megjithse tashmë ka muaj ku janë zhvilluar zgjedhjet, ende nuk kemi një qeveri të plot të formuar. Ndikimi i politikës serbe në Kosovë është shumë i ndjeshëm. Edhe investimet serbe kundër Kosovës janë shumë të mëdha, miliarda. Edhe njerëzit shiten, njerëzit. Në Kosovë ke guximin, televizioni del edhe fol kundër Kosovës, individi del edhe fol kundër Kosovës. Që nëse shtet botë nuk lejohet, të ne del parlament, thot nuk e pranoj Kosovën, e kështu me radhë. Parlamentari del, thot nuk e pranoj Kosovën. Çka do ndodhte në Amerikë, po dal një kongresmen, thot unë se pranoj Amerikën. As i merret me mend. Ndërsa në Kosovë ndodhin. Edhe sa ndodhin këto, drejtësia e shumë sende mungoj. Sot në Hag gjykohen 4 ishepror të UÇK-s. Ju besoj ndiqni zhvillimet e fundit që ndodhen? Shiko, kjo gjykata e Hagës është një gabim trashanik i muj këtyre që janë Hagë. Sepse kjo gjykatë sa guzut formohet fare. Me asnjë kusht. Sepse Kosova s'ka bo krime, Kosova s'ka sulmuar asnjë shtet. Atë individet ka mund të bëjnë krime, po se ushtri. Unë nuk di që ushtria jonë ka marrë dikënd dhe ka kështë trajtu ose burgos për i natë. Po me armikun ti kur dash në luftë, natyrisht, ose drejta i ty ose ti atë, ti thotë je në luftë. Edhe për ato nuk gjykohet, për vrasjet në luftë nuk ka gjykime, sepse ata këtë bota do gjykohej. Po nëse te merr njeri në kot, ose për i natë, diçka është, ajo është e denueshme. Unë nuk di raste që ushtria, do thotë që unë njo këtë ushtri që ka ndodhur, po që e pjesa ku unë njo që ka pas rast që dikush është marrë për i natë, ose pse është së shqiptar. Sërbët kanë jetu në shatë me shtepit e mija në gjitur, kur si kanë ngucë. Kanë qenë qetë, ka vazhdu jeta. Nuk i rast që fqinjë pëse është sërbët se pëse është sërbët po pëse është shqiptar, po shqiptarët pëse është Serbia. Asnjëherë. Do thotë... Edhe këta tash ne gjikohemi, edhe këta gjikohen se kanë bërë krime. Krime lufte. Po, çfarë krime lufte? Sa ai detyrohet me mohu tash, tha që e mohon që ka qenë komandanti i ushtrisë. Ndërkohë në Kosovë ka ende përpjekje të vazhdueshme edhe të organizatave jo qeveritare për të nxitur në fakt ndërkombëtarët
për të kërkuar, le të themi, tek shteti serb llogari për humbjen e mira jetëve njerëzve dhe të zhdukurve që ende nuk dihet fati i tyre, pra i shqiptarëve të Kosovës gjatë viteve të luftës. Çfarë duhet bëjmë më tepër shteti kosovar për këtë kategori njerëzish, të cilët ende nuk dihet, bëhet fjalë jo vetëm për burra, po edhe për gra dhe për fëmijë të zhdukur. Unë kam 3 pjesëtar të familjes? Janë 3 të humbur, që janë gjetë fare. I kanë marrë shtëpi, kanë qenë në sofër. Janë të familjes tuaj, Rej? Të motrës. Të motrës tuaj. Janë nipër, mbesa? Burri dhe 2 nipër. Është burri motrës tuaj dhe 2 fëmijët. Që janë marrë në sofër, edhe kur se janë gjetur më. Janë rëmbyer nga serbët dhe nuk dihet fati tyre. Po, janë publikisht, pikditës, nga për fshati kanë marrë, edhe më s'janë parë. As kufomat, as s'di që ka ndodhë me ta. Po jetë me mirë. Një mirë është... Deri tani nuk ka, themi, ende zbulime konkrete, pra diçka konkrete për të parë një dritë jeshile. Politikanët tanë u munduan të mbrojnë veten, jo kompin, jo shtetin, sepse ata në krimet e supozuara. Një farforme këta prej frikës i pranuan krimet. S'kishte shtëpi të verdhë, ku ishte shtëpi e verdhë në Shqipëri. Ata kanë mund të ftojnë një ndërkombëtar. Udhëroni, gjenë shtëpinë e verdhë, edhe ajesishte. Për shkak të shtëpisë së verdhë, u kriju gjykata speciale. Edhe tash krerët e UÇK-s të gjykohen për kurgjësen. Faktikisht, ata mund gjykohen për këtë % e tjera që kanë bërë, po për krime lufte. Sa të fundi vutë s'kanë qenë, ata nuk mund të si komandant të ushtërisë për çdo ushtar ta di çka ka ndodhur. Nëse ushtari ka vrarë dikë atij, ai përgjigjet vetë, si komandanti që s'është aty hiç. Me urdhër tyre nuk ka rast që dëshmohet që këta kanë dhënë urdhër vroje këtë. Prandaj ajo është kërimi supozuar. Mi po gjykata po e gjykon Kosovën faktikisht, jo, po gjykon lufta e UÇK-s, po gjykon udhëheqësit e UÇK-s, po gjykot një kërkesë gjithkombëtare. Pa bërë kur gjë. Në aspektin për shka punon gjykata e Hagës nuk ka asnjë dëshmi edhe asnjë arsye. Ka investu Serbia, ka investu Dikmarti, kush ka marrë tolla dhe tash ne bëjmë një barë shumë të rëndë edhe një barë që nuk e fshim ma datë, sepse Kuvendi i Kosovës e voton gjykatën speciale. Edhe e financon Kosova, gjykohen në emër të Kosovës, a nuk e ki asnjë shqiptar në trupin gjykues. Rahim, përveç njerëzve cilët kanë humbur jetën në kohën e gjatë periudhës së luftës në Kosovë, të atyre që sot janë invalid lufte, atyre që gjykohen sot në Hag, gjithë atyre që sot janë të zhdukurve, ju bashkohet një plak tjetër e hapur që janë dhe dëshmit e mjaft grave të dhunuara gjatë luftës së Kosovës. Dëshmit cilat janë shumë tronditse, që besoj do t'i ndjekin këto vajza, këto gra gjatë në jetën e tyre. Sa kohë do të duhet shqiptarëve të Kosovës për t'i mbyllur këto plagë? Është shumë problem, këto mund të mbyllen nëse Kosova bëhet një shtet normal, edhe kur kjo gjenerat nuk është më, sepse ajo e dhunuara që ka qenë 7-18 vjeqe, ajo sot jetoj atë se është një akt... Barbar. është një akt barbar, po. Që do të thotë, Kosova nuk është një shtet normal? Po shiko, derisa Serbia luan me neve. Derisa Serbia si lejohet të investoj miliarda në Kosovë, derisa bota nuk e dënon, Vučići ka deklarat, thot për një Serb të vrarë, do t'i vrasin 100 bosnjak. Ndërsa Zavenci ti thot, nëse NATO e bombardon
Serbinë, ne do t'i vrasim gjithë shqiptarët. Edhe të dytë janë pushtet, edhe Evropa bashkëpunon me ta. Ku ka mundësi të ketë drejtësia dhe të ketë ta ndishte i veten mirë. Ju e shihni të largët ditën kur mund të ketë një paqe mes Kosovës dhe Serbisë, pra në kuptimin e pranimit? Serbia është shtet i fashist, qetnik. Dhe Vučići ka qenë zëdhënës i qetnikëve. E atyre qetnikëve që thotë për një sërt vravi vrasim 100. Edhe është pushtet. Edhe plus bota e pranon. Qa ke bisedosh të tje? Edhe që ka mundësi të vendos një njeri i tillë, të vendos edhe të jetë i drejtë. Se s'ka mundësi, thotë është i krijuar, lëvizja qetnike është lëvizje krijuar kundër shqiptarëve, edhe kundër bosnjakëve, kroatëve, thotë kundër popujve tjerë. Në program e ka. Lëvizja qetnike është në pushtet në Serbi. Në program e ka është dukjen e kombëve tjera. Në program. Edhe është pushtet, çka kërkon? Edhe qysh mund të ketë paqe, qetësi, mirë kuptim. Këto janë probleme botërore faktikisht. Sepse Vučići me këto deklarata nuk guxon, shkojnë në Kombet e Bashkuara të flasë për paqe. Tërsa për një njeri të vrau, e vrau kush e vrau, ne i vrasim 100 të tjerë. Janë deklarata të rrezikshme të cilat... Po të gjiruara. E kuptoj. Ai por ditë të kene me në Kosovë, por ditë i sjell trupat në kufi me Kosovën. Në fakt, Kosova edhe në ditë të sotme vazhdon të jetë ende intencionuar. Zhvillimet e fundit kanë treguar që rreziku, le të themi, ndoshta i rifillimit të një lufte edhe mund të jetë i pranishëm. Megjithatë, Raim, si e shikoni ju të ardhmen e Kosovës? Shikoni, që shtetet që kanë fituar pavarësisë si Kosova vazhdojnë, sepse nuk humbët ajo. Është një proces i gjatë. Po është proces i gjatë, është i mundimshëm. Ke punë me një armik që nuk nje kufi, nuk nje njerëzore, edhe derisa është kjo politik në Serbi, është problem këtë qetësi. Mirë po, lumturisht është NATO te ne, edhe Serbia nuk guxon, edhe nuk ka as fuqi as mundësi që të sulmoj Kosovën, se të sen deklaratat. Po thotë Serbia s'guxon të hyjë në Kosovë sepse ajo s'është më. Edhe kjo është ajo që e ban balansin, që i rregullon sendet. Kosova ka probleme shumë të mëdha me botën përmes Serbisë. Sepse gjithë ditën diplomacia serbe flet, punon edhe investon kundër Kosovës. Gjithë ditën, gjitha ambasadat, gjithë përfaqësues diplomatik, ditë e natë punojnë kundër Kosovës. Raim, cila është e përditshmja jote? Si fillon dita jote? Me çfarë merrni aktualisht? Veprimtaria juaj e përditshme. Tash jam pension, jetoj vetëm me shoqën, fëmijët janë, unë kam 8 fëmijë. Të rojnë, i patsh me jetë. Të gjithë janë me fakultet kryer, me punë shumë të mira, edhe kanë punët e veta. Unë me shoqet në shtëpi kemi kushte shumë të mira, edhe shkruajmë, lexojmë, shëtismi shumë. Unë shëtis pa mundur është që një brenda ditës nuk dalim diku për shëti, për edhe kështu. Dhe ju vazhdoni shkruani? Vazhdoj të shkruaj. Vazhdoni të shkruani. Keni diçka në dorë aktualisht? Kam një libër me poezi. Me poezi. Për fëmijë, mirë po tash pak ma problem, sepse shëndeti përpara ka mund të punoj 10 orë pa ndërprerje, tash ti është pak me i kufizuar koha. Ne të mirëpresim edhe në bibliotekën e qytetit të Korçës për të promovuar librat e tu. Besoj që do e bëjmë. Është kënaqësi të ndajmë edhe me publikun e Korçës, gjithë bisedojmë tash ti kam adresat e juaja. Patjetër. Edhe e kisha sjell një spokut për bibliotekën një sasi librave edhe për t'ju njohur edhe publiku i Korçës. Ne të urojmë shumë suksese në vimësi, se jam e bindur që do vazhdoni sërish të ndani me publikun krimtarin tuaj, qoftë në gjinin e poezisë, në tregim, po pse jo, edhe për cilë histori të tjera të njerëzve që kanë dhënë kontribute të çmuara për çlirimin e Kosovës. Ju falenderojmë që ndatë historinë tuaj
me publikun tonë. Edhe unë ju falenderoj shumë për ftesën, edhe ju dëshiroj gjitha sukseset e mundshme në krimtari, në jetë, në gjitha fushat e jetës. Faleminderit. Ishte një bisedë shumë emocionuese me Rahim Sadikun. Për mua ishte kënaqësi që e njoha nga afër edhe natyrisht kënaqësi që e ndam këtë histori edhe me publikun. Faleminderit që qëndruat sonte me ne.